Dhe takimi ynë në këtë xhami, kjo ligjërat që ne po dëgjojmë nuk është i rastishëm. Edhe takimet e kësaj natyre nuk janë të rastishme, janë realisht thirrje në vetvete. Janë kujdesi Allahut në raport me ne, sepse janë të shumt ata njerëz, madje janë me miliarda që nuk i dëgjojnë këto fjalë, që nuk prezantojnë në xhami, që nuk dëgjojnë ligjërata, këshilla hoxhallarësh dhe dietarësh e kështu me radhë. Sepse zemrat e tyre nuk janë të interesuara për të zgjuar. Ndërkaq zemrat tona, vetë fakti që ju jeni prezent këtu, unë jam para jush, dhe gjithë ata që kanë dëshirën dhe interesimin për të dëgjuar këto këshilla, tregon se zemrat e tyre janë në kërkim të zgjimit. Zemrat e tyre e kanë kuptuar se diçka nuk është duke funksionuar me to dhe kanë nevojë për një rizgjim. Pyetja nuk është apo më thret Allahu, pyetja është deri kur do ta vënosh përgjigjen. Pra, na e kuptojmë se Allahu është duke na kërkuar, Allahu po kërkon ndryshim nga ana jonë, Allahu po kërkon përmirësim, por pyetja reale duhet të jetë kjo. Pse unë po e vënoj përgjigjen në raport me Allahun? Pse unë po e vënoj përmbushjen e kësaj kërkese? Pse unë po e vënoj përgjigjen në shpirtin tim i cili realisht është duke lënguar?